Hello, përshëndetje, mirë se erdhët në vlogun tim të radhës. Unë quhem Silvia, për të gjithë ju që nuk më njihni, dhe për gjithë ju goca që më njihni dhe si gjithmonë klikoni videot e mia dhe kam parë që dhe mi komentoni shumë, atëherë mirë se u rikthyet në kanal. Sot është e njëjtë, është data 3 tetor dhe rajni sot është pushim, kështu që më detyrova që të qëndroj pushim nga puna. Dhe duke qenë se jam pushim nga puna, duhet që të bëj punë. Domethënë ditët e mia të pushimit nuk ka pushim siç mund të jenë për Olenin, por janë ekstra punë për të bërë, thjesht që ti mbaroj sot, që mos i kemi në fundjavë. Atëherë unë tani do të marr një kafe te Starbucks, pastaj do shkoj që të bëj landri, të laj rroba dhe kam marrë sot për të larë organet me vete, jastëkët, përveç gjithë rrobave të tjera që kemi, kështu që nuk e di, do zëm gjithë lavanderimet me rrobat tona sot me sa duket. Dhe gjë tjetër që duhet të bëj pastaj është që të laj makinën dhe tjetër çka kam për të bërë. Duhet të bëj dhe një supë, duhet të pësonis në 2 gjëra të vogla tek Giant që më duhen, si për shembull qepën që s'kisha mbrëm për supën. Edhe po, këto janë planet që unë kam deri tani, kështu që ne bashkë shifemi më vonë dhe të shikojmë se si do jetë dita jonë e parë e këtij vlogu. I missed it. Welcome to Starbucks. Grande iced caramel macchiato. The birthday cake. You're welcome. It's gonna be $9.76. Okay, thanks. And what else? Cute and beautiful. Unë erë të marrë kafe të Starbucks si që thash edhe skanoj gjithmonë këtë në aplikacion të fituar pikë, kështu që deri tani jam 125. Po, 125, nuk e di sa arrini të dallon. Dhe vendosa që edhe këtë radhë të marr prapë të njëjtën, që është ice caramel macchiato, kështu që nuk është e ndryshova. Okidoki, unë do të kisha marrë atë pekan, harrova, kujtova në vënes. Ajo është shumë e mirë. Varja. Edhe ta kisha marrë të ngrohtë se sot është ftohtë. I want your phone, mama. Yep. Thank you. You have a great one. You too. Ryan, take this, mom. Okay. A sticker? Yeah. Really? Yeah. Oh, PSL. It's okay. Mama. Mama, look. Mama, look. Yeah, PSL. You can use that. You know that means Ohio State? Yeah, Pennsylvania. Yeah. Oh, really? I didn't know that. Faleminderit që na e the. Atëherë ne mora kafen edhe tani po ikim të mbaroj një punë të voçkël edhe shitemi përsëri më vonë. Te Lantri nuk besoj t'ju marr sepse jam kështu tërkohës në lëvizje. Aty po nëse shkoj në dyqan aty vërdall, atëherë do t'ju marr të tregoj nëse do marr ndonjë gjë të vogël. Atëherë ne ishim te puna e Olenit tani shpejt e shpejt, nuk filmova sepse mu desh të shkoja super shpejt, i çuam një kafe dhe një sanduiç për të ngrënë. Dhe tani vajtem bërëm dhe psonisje, siç mund ta shihni këtu mbrapa në makinë, janë qeset që psonisën tek Shoprite. Por një që doja t'i tregoja tani, se kemi tërë ditën pa ngrënë, ora është 1 dhe kemi ngrënë të mëngjesin tost. Kemi marrë nga këto panetonet mini, që janë kështu me çokoladë, shpresoj që të jenë të mira për Ryanit, sepse mora për Ryanit dhe unë tani do vetë të marr rrobat që i kam lënë për të tharë, vajtëm 40 minuta, pastaj do ikë në shtëpi të sistemoj gjithë ato gjërat që morëm, të falos edhe gjithë rrobat që normalisht do marr tani. Kështu që ika tani dhe kam shumë vap, nuk e di u bëja zakoni shumë vap, në mëngjes ishte freskët, por tani u bë vdekje. Dhe siç mund ta shihni, s'kam marrur akoma as kafen e Starbucksit, kështu që shifemi më vonë kur të shkoj në shtëpi. Okej, ne tani sa po erdhëm në shtëpi, po i tregoj pak shpejt se çfarë morën tek Shoprite. Okej, gjëja e parë që mora ishin këto karkalecat që janë të pastruar dhe thot Jumbo Clean Shrimp. Unë nuk para marr nga këto që janë të ngrira, por thash po i provoj një herë. Keni parë që marr gjithmonë të freskëta. Një gjë tjetër që mora është mac and cheese, ishte $9 në fakt. Dhe këtë do ta ngrojmë tani që ta ha unë dhe Ryani. Këtu kemi pastaj buk për tost, këtu kemi patate dhe qep, një majonez. Këtu kemi 3 pjata që janë për makarona, i keni parë dhe herë tjetër në fakt, dhe diku këtu thot dishwasher dhe microwave safe. Problemi është që shiko se si është bërë kjo nga lavastovilja. Do të thoni ka një komplet shkrimet, që vendosa të merja 3 të reja. Edhe po, mora një qumësh të vogël, mora një gjalp, Rajni bleu 2 makina nga këto të voglat, mora një djath feta të bardhë. Këtu ka marrë baking letër pjekje dhe letër alumini, një buk tjetër. Këtu pastaj mora një qiri. Domethënë aroma që vjen te ky qiriu nuk mund ta merrni dot me mend. Domethënë nuk e di me çfarë është. Është super, domethënë ka këto kështu, është super mirë. Dhe një gjë tjetër pastaj që mora është kjo. Shifeni pak, është goxha e gjatë, është si fshes në fakt, por që vjen erë cinnamon. Unë do ta pres diku këtu, edhe do të vendos një vazo sepse gjithë shtëpia mori erë
cinnamon, do të thonë erë kanell, sa unë erdha në shtëpi llogarit, thas 5 minuta nuk kam. Leni vjen për një orë, me Rajni po ha mac and cheese tani dhe pastaj do të vi që të përgatis supën, të palos rroba që bëra te Landri, siç e thashë të gjithë gjërat e tjera. Mund të them që diçka u lodha, domethënë kjo dita e sotme ishte tepër, nuk kam më fuqi për asnjë gjë dhe nuk kam mbaruar akoma editimin e vlogut që ju tani do ta keni parë, por unë nuk e kam mbaruar akoma së edituari, besoj të ta mbaroj sot dhe ta nxjerr nesër. Dhe po, kaq për sot, ne bashkë do shihemi mbas ditën nëse bën diçka interesante. Mirëserdët në ditën tjetër të vlogut. Tani është ora 7, kon sa po iki për në punë. Edhe mund të them që është goxha freskët, por shpresoj që mos jetë shumë goxha ditës. Edhe sa po kaloj një makinë, po shikon të shiqe ditë që më vaja kamerën, duke që stem në lagje tek apartamentet, do thonë wow, pas ke vi një gocë që po ndoshta po ka video me kamerën në mëngjes. Dhe siç po ju thosha, po iki tani sepse Oleni qëndroi me Rajanin sot, sepse Oleni është pushim. Rajani është pushim, në fakt Oleni e mori sot. Edhe mund të them që nga pak ftohtë, shpresoj mos jetë ftohtë gjatë ditës. Edhe unë ka bërë kafe dhe t'ju tregoj veshjen, kam veshur të këmishën bezh, çantën e obegut të verdhën, edhe xhinset e thjeshta. Kështu që sot po marrë makinën e Oleni. Kjo si makinë në fakt është shumë e ulët, por është shumë qef. Këtë mund ta them. Okej. Unë nuk filmova në brëmdje në darkë, sepse mbarova të gjitha punët që duhet të mbaroja dhe pastaj isha super vdekur. Domethënë, e kam ku dhe një tyqarit nga lodhja, edhe thash vallaj nuk do bëjmë më kaq shumë punë sa bëj zakonisht, por normalisht duhet i bëjmë, kështu që nuk kemi zgjidhje tjetër. Atëherë unë po iki tani sepse nuk kam ku ta vendos kamerën dhe nuk dua që në bjerë gjatë kohës që ngas makinën, kështu që ne bashkë do shikemi më vonë. Shpresoj që të kemi gjëra interesante mes dite. Bye. Shiko se kush më ka sjell kafe mua sot, ose për të ngrënë. Kush është këtu? Kush është këtu? Hello. Kush është? Atëherë kemi një kështu unboxing të shpejtë se çfarë do ha për trek. Po një patate pse është bosh? Ka tjetër më se është një imja një jotë. Ai, ke patate ti. E ngra me shumë. Nuk pare kam shumë qef të olen që ta dish, po hajde. Po çik fili se ke qenë, qatë merë jo? Ska që fast foodet, në di ti, po rofsh. Po dhe ke marrë të tjetërin. Oj, pas ka marrë të dy double. Edhe një patate, sepse si që pat njërin e ka ngrënë. Oj, sti McDonald's. Po, na pas ka marrë qaj të ftohtë, se ishim keq për qaj të ftohtë na. Qaj të ftohtë, kola. Me gjithë kola. Kola sprayt no good. Oleni është kundra kolave, kundra mbëlsirave, se qa do ham ne. Ham. Jo, o mbëlsirat po jo ato të qerkat. Që do ham ne? Po ti ku do ta hash tani këto? Po që ke ku do ta ham? Janë, po ti angle mama? Ai ka Chick-fil-A. Pas ka Chick-fil-A i mbrapa. Nuk donte nga këto, mama, të kënamës. Para nuk më ndihesh ti, se pas ka shimin tënd aty mbrapa. Mam. U zhimra mami cili si boss. E gjetë tabletin sot në? Bënim si të urtë në të të gjeni. E gjetë të tabletin tjetër ati sa një si punon mirë. Po, tani blem tabletin, tani blem tabletin. Jo, të më rinë gjanë. Unë të aput ko tani. Jam njeriu që nuk ka asnjëherë në makinë, kështu që nuk dua unë, pastaj da. Po deshe. Ja, u deshe. Unë e kam aty, është jote ajo. Po deshe dhe. Ora 1, deri në qa ora jeti? Më gjyçëm. Hello, unë tani kam ardhur nga puna, në fakt kam 2-3 orë që kam ardhur, sepse ora është 7:10, dhe unë kam mbaruar punën që në 4 sot, sepse siç e thash shkova herët. Dhe tani po editoja pak vlogun që shpresoj të dalë nesër, me shpresën e Zotit që mund të dalë nesër. Nuk e di pse, po ky editimi i këtij vlogut ka lodhur pak, jo i këtij që do jeni tani duke e parë, po i vlogut që unë tashmë do e kem hedhur, pra vlogu para këtit. Nuk e di, më ka lodhur sepse ishin këto skenat që jo laj enët, jo bëj shopping, një parasysh se skenat që janë super të shkurtra dhe me këto thonjë të gjatë editimi im është skandal. Kështu që më duhet të blej besoj një mouse për MacBook-un tim që ta kem më easy për të edituar vlogun. Dhe po, bëra një kështu të vogël, po a tregoj, bëra një foto të shvëçkël, një foto që mendoj se është shumë cute, e bëra me kamerë, edhe mendoj se është shumë e bukur. Dhe nëse nuk më ndiqni në Instagram, juftoj që të më ndiqni dhe lë diku të shkruar diku këtu, Silvia SM Marketing, dhe po tregoj pak skenën se çfarë kam këtu vërdall që bëra foton e bukur.
Atëherë siç mund ta shihni, këtu kam laptopin që kam vendosur në karikim sepse jam gjithmonë pa bateri dhe siç mund ta shihni, videoja nuk është mbaruar akoma. Gjithashtu bëra një kafe të shkurtër, por gjysmë nuk kam pirë, nga ngel dhe pak fare. Dhe tu kam ndezur këtë qiririn që bleva që ua tregova tek Shoprite dhe mund t'ju them që është aroma më e mirë ever. Nuk e di me çfarë është. Ashtu dhe librin Atomic Habits, i cilin më vjen keq që e kam bler dhe nuk e kam lexuar akoma, nuk e kam filluar, kështu që po mendoj ta filloj sot. Dhe di u tregova atë si fshes ju thash vinte me Erkanel, po. E kam shpërndar kudo nëpër shtëpi, e kam vendosur këtu te tavolina. Dhe tani po u tregoj dhe pak se ku e kam vendosur pjesën tjetër. Pjesën tjetër e kam vendosur këtu në kuzhinë dhe një tjetër pastaj e kam vendosur këtu te tavolina e ngrënies. Gjithsesi do të karkalesa. Tani, unë po ju them natën e mirë për sot, nuk kemi asgjë tjetër për t'ju treguar, përveç se do ham darkën këtë Violeni dhe Rajane sepse janë duke lozur futboll, janë në Calceto. Edhe pastaj do shihemi nesër. Nesër Oleni ka ndeshje, kështu që ne do ikim që ta shikojmë me Rajanin dhe këshirin e Rajanit. Unë nuk jam e lumtur për këtë gjë, por duke qenë se është mëngjes dhe mbaron nga ora 11:00-12:00, atëherë mendova pse jo, nuk do jetë ndonjë gjë kush e di e madhe për të mos shkuar. Kështu që po shkoj për harxoj nesër 2 orë atje dhe ndjen si e lodhur, ku kam punë për të bërë ditët e pushimit, më duket sikur jam në punë, edhe lodhem ekstra shumë. Kështu që tani po iki të mbaroj vlogun, që shpresoj që ju ta keni parë të ketë pëlqyer dhe ne bashkë shikemi nesër. Natën! Hello nga dita tjetër, neve sapo zgjuam dhe ora është sapo, në fakt kemi një orë që jemi zgjuar dhe ora është 9 edhe ne po ikim të shikojmë Olenin që ka sot Calceto ndeshje futbolli, kështu që ne jemi thjesht me 3 orë gjumë, sepse unë brëm editova vlogun që ju tashmë e keni parë dhe hodha, kështu që kemi thjesht vetëm 3 orë gjumë. Dhe nuk është jemi shumë në forum, por dikush duhet ta sportoj burrin, kështu që jemi familjari sot, kemi të Rajanin. Edhe ne tani do ikim të marrim një kafe te Starbucksi, nëse nuk ka radhë, ose te Dunkin, nëse do ketë radhë te Starbucksi, sepse po nuk pim kafe, nuk ka shans të na hapen syt sot. Radha te Starbucksi nuk është aq e madhe, por me siguri do presim 5-10 minuta. Atëherë ne morëm këtë që u tregova herën e parë, zemër kujdes se ka lënë kapakun hapur. Është komplet e hapur. Morëm një kafe të ftohtë edhe një të ngrohtë, mora prapë të njëjtin që kam marrë dhe herë tjetër, të pekan. Oatmeal, crunch oatmeal edhe gjithashtu morëm 2 cake pop për fëmijët. Oh my god, duhet kisha marrë dhe një për vete. Këto ishin të gjitha dhe sa kushton Olen, 29? It's sweet, I move like a freak. It's the sex I eat. Hello, ne tani sa po arritëm tek fusha dhe siç ju kanë thënë sa herë që vjen që shikoj Helenin që los futboll, gjithmonë do fryer dhe sot po fryen erë. Kam veshur kolanet e zeza të thjeshta këto nga Gymsharku, kam veshur këtë bluzën me vija që kam bler tek Primarku, mos gaboj, këtë xhaketën e thjeshtë dhe një çantë të kuqe nga këto crossbag. Edhe tani po pi kafen dhe presim një orë gjysmë se sa Oleni të mbarojë së lozuri, kështu që e kuptoni vetë që nuk do jemi shumë në qaf. Unë gjeta një karike tani për të ullur, sepse këto që janë këtu në mes të fushës janë blu dhe tërkuqe, si duke ka rënë shi dhe ai sfyngjeri është lagur edhe nuk dua që ulem atje të marr tër mikrobet e mundshme. Kështu që gjeta një karike dhe po ulem këtu në cep. Atëherë në tani sa po mbaruam ndeshje dhe jashtë bë super vap siç e thash, edhe normalisht që Oleni fitoi, është ekipi më i mirë ever. Kështu që ne tani po ikim në shtëpi, po ham supën që unë kam përgatitur dhe pastaj nuk e di se çfarë do bëj gjatë ditës. Tani na futet gjithësi në një rrugë që siç mund ta shikoni është komplet fush. Edhe nuk e di, tani unë hapa kamerën se pjesa më e shëmtuar, por çfarë ishte një pamje shumë e bukur me rrugë me pemë edhe me villa shumë të bukura, kështu që po duket si rrugët e fshatit. Oh, zoti mam, më thash po më flie gjumë dhe tani po mendoj që t'ja pus një gjumi në makinë dhe të shifemi më vonë në shtëpi. Hello, mirë se erdhët në ditën tjetër të vlogut. Tani është ora 12 dhe ne po dalim që të pijmë kafen e mëngjesit. Dhe siç mund ta kuptoni, jemi me nerva sepse kafja e mëngjesit pihet në orën 7-8 njerëz, maksimumi 9 dhe jam 12. Atë po t'rregoj pak outfitin tim, jam veshur thjesht me të zeza sot, kolane të zeza, një kanatiere të zezë, të thjesht. Kam marrë këtë xhaketën jeans nga lart, dhe pse është pak ca vap sot, edhe këtë çantën e thjeshtë të zezë.
Nuk besoj se kam harruar ndonjë gjë tjetër pa marrë dhe po mendojmë që të ikim tek Starbucksi, që kemi vajtë herën e fundit. Të pimi kafe, të qetësohemi dhe pastaj me të parë me të parë. Ne po mendojmë të ulemi për kafe dhe kjo këtu, të ulemi jashtë. Atëherë ne tani morëm kafen të ftohtë edhe do t'i hedhim creamerin që është ky, me së ndoj se do t'i hedhim 2. Edhe sheqerin. Gjeni pak se ku është futur Rajani. Ku është futur? Ku është futur? Ka harruar bluzën tek makina, bluzën e gjatë dhe tani detyrimisht do ngrohet me xhaketën e mamit. Qefto? No. Të matë? No. No. Atëherë tani morëm pancakes me chocolate për Rajani, numëra 1 granola bowls që është me berries, jo me banane. Nësa Oleni mori bacon and eggs, dhe pas kam shumë të mirë. Atëherë ne tani mbaruam nga kafja dhe mund të them që branchi që ne hëngrëm ishte super i mirë. Ajo granola që unë hëngra, tosta, pankekesit e Rajanit edhe bacon dhe eggs që mori Oleni ishin super të mira, gjithashtu edhe kafet. Dhe të gjitha na kushtuan $38 plus $10 i lam tip 48. Kështu që mendoj se janë çmime goxha të mira. Dhe unë kafe nuk e se mbarova atje në fakt edhe kam marrë këtu me vete. Dhe tani ne po ikim tek Bell's Marketi që të psonisim 2-3 gjëra të vogla që na duhen, por nuk do t'ua tregoj as skenat duke psonisur dhe as unboxing dhe supermarket haul kur të shkojmë në shtëpi, sepse nuk dua që të bëhem gjithmonë e përsëritur me duke i treguar gjithmonë supermarket haul. Dhe nuk di se çfarë doja t'ju thosha tjetër në fakt. Po, do t'ju lë një foto këtu që kam bërë tek Ambleri që parë, mendoj se duket bukur dhe nëse nuk më ndiqni në Instagram, atëherë do ju lë linkun, do ju lë emrin këtu dhe linkun në description box si gjithmonë. Dhe nëse mendoni se videot e mia janë të bukura, atëherë ju ftoj që t'i bëni share me shoqet tuaja dhe persona që mendoni se i pëlqejnë vlogjet në YouTube, sepse dua që të arrij 1000 subscribers. Jam akoma 300 dhe nuk e shikoj që mezi ecin ato subscriber, e di që nuk jam edhe unë nuk jam e rregullt me postimet, por shpresoj që të kapim sa më shpejt 1000 subscribers. Që ne tani po ikim të bëjmë supermarketin shpejt dhe bashkë shifemi mbas dite. Paçim. Atëherë unë i thash që nuk do të tregoja sot supermarket haul, por duke qenë se psonisëm goxha gjëra, thash okay, po a tregoj edhe këtë herë. Atëherë këtu kam kanellën që kam treguar herën e fundit. Dhe për një direkt me maltut morëm 2 double, këto me çokoladë. Të faner me mollë, njërin me pjeshkë dhe njërin me banane. Djatin e deles. Miel. Kam kose frutash në këto pitet e vogla. Kemi kafen lavaz, komposto pjeshke, B52, salamin, çokolata Kiss, shtrydhe, ara, 2 sallam këto që janë piç të bardhë, të zimar buk, limon, me mandarina, kemi gështenja, kiwi, rrush të bardhë, aprikot krashek, mollë të kuqe, limona, arbullin, kemi marrë të qumçi, kurman, nektarina, mishviçi. Okej, kjo është edhe fatura. Okej, po afrohem pak që të shikoni, nëse jeni të interesuar për të një çmim. Të shikoni dhe kushtuan të gjitha $325. Çfarë shihni këtu për $325. Tani, unë do vazhdoj gjithë pjesën e sistemimit të gjitha këtyre gjërave që ju shihni dhe kam goxha punë. Duhet përveç se të pastroj shtëpinë, të gatuaj. Kam një sopër në shtëpi, kaq mund të them. Besoj se me kaq që kuptoni dhe mjaftojnë që do lot. Let's party.
Hello nga dita tjetër e vlogut. Unë ndjen kjo fola më sepse gatova edhe bëra gjithë punët e mundshme dhe tani jam duke ikur të Çerajnit tek shkolla dhe kam takim te dentisti në orën 9 dhe më ka kap sikleti që mbrëm. Unë jam me 2 orë gjumë vetëm nga sikleti që jam te dentisti. Nuk e di se si jeni juve, më thoni poshtë në komente nëse jeni persona që keni frikë nga dentisti apo shkoni me qef të madh. Por gjithmonë nuk kap ankthi. Pastaj do marr një kafe te Starbucks sepse nuk përgatita kafe në shtëpi sot. Do marr atë pekanin e famshëm me crunch oatmeal, latte dhe po. Kaq për tani, dëgjojmë më vonë, shpresoj që diçka të shkojë mirë. Atëherë tani sapo arrita këtu te dentisti edhe po pres që të shkoj ora sepse jam 20 minuta para dhe tani duhet të rri 20 minuta me ankth sa të futem të bëj pastrimin e gurzave. Do thoni ju pse më kaq frikë Silvia? Unë në fakt dëmbët i kam shumë rak, do të thënë dua që t'i pastroj, të kujdesem gjithmonë, i laj 3 herë në ditë. Por, kur vjen puna për te dentisti, nuk e di sepse, po më kap një panik, një stres, sikur do më dhëmbin, edhe nga që nuk është se kam pas shumë probleme me dhëmbët në jetën time, nuk është se kam mbushur shumë dhëmball, 2 ose 3 mund të kem mbushur gjatë gjithë jetës time, dhe për të hequr nuk kam hequr në moshën që jam rritur, pra kam hequr kur jam qenë e vogël, edhe thjesht kam përpastrim gurza gjithmonë, por nuk e di, më ka kap një kështu tani një stres, edhe në ëndër më ka dalë dentisti. Edhe në ëndër, sikur erdha këtu te parkimi, parkova makinën dhe pastaj më doli gjumi. Kjo që nuk po i flas për tani, po i ke të mbaroj punë dhe normalisht që do kthehem prapë në makinë gjallë dhe shëndoshe mirë. Thjesht me më pak ankth se sa jam tani sepse normalisht do kem kaluar. Kështu që shifemi më vonë. Deri tani sapo mbarova te dentistja dhe po, më dolën që kam 4 dhëmbë për të mbushur. Edhe këtu në Amerikë nuk të thon çmimet, po të thon me numra. Kjo edhe por ai goca ishte shumë e mirë, nuk e se më dhëmbën, por më vendosi një si fluoride i thon këta, nuk e di, edhe nuk duhet që të ha dhe të pi asgjë për gjysmore. Kështu që tani do ikë te Starbucks të marr një kafe, edhe po iki në punë sepse realisht më mori kohë 1 orë çerek. Domethënë kam marrë në orën 9 dhe ora është 10 çerek. Kështu që po iki të marr kafe te Starbucks dhe po iki direkt në punë. Hello, unë tani sapo erdha nga puna, sot është ditë e hënë. Nuk e di nëse ju kam folur sot apo jo, po më duket se ju kam folur te dentisti. Dhe dua t'ju tregoj pak shpejt se çfarë më dhuroi kolega e punës, shoqja ime Meri, dhe është kjo çanta e plazhit. Po qiell, është goxha e madhe në fakt, por po nxjerr fillimisht këto gjëra. Tu kemi edhe një kështu nga këto të vezëve bosh, sepse unë Merit ja vezë të freskëta, kështu që ma ka kthyer mbrapa. Atëherë është kjo çanta e plazhit, siç mund ta shihni është super gjigante. Edhe duket kështu. Tani nuk e di se si arrotullova këto rripa, dhe tani s'po rregulloj dot më. Por ndoshta do ja gjej më vonë se si rregullohen. Por që besoj se është e bukur, është kjo. Gjëja tjetër pastaj ishte një set me peshqira, janë kështu gri, që kanë goxha në fakt. Janë 6 copja, jepte nga mbrapa. Që kanë super të butë, besoj duhet të jenë pambuk, po, 100% koton. 2 peshqira të vegjël, pastaj kjo është për duart, janë 2 në fakt për duart, 2 të vegjël, edhe 2 janë të mëdhenj për trupin. Një gjë tjetër që më dhuroi është kjo vacuum sealer që mbyll ushqimet në momentin që i vendos në frigorifer. Unë në fakt nuk kam pasur ndonjëherë nga kjo, kështu që nuk e kam iden se si funksionon. Por do ta mësojmë. Në mos ka dhe një manual përdorimi brenda, do ta googlojmë në internet. Është një video. Dhe shko firma. Okej. Oj, pas ka vetë disa qese nga këto. Unë jam ignorante te kjo pjesa e kësaj, se siç e thash nuk i ta përdor, kështu që mos më gjykoni. Por është rrimi i parë që do e përdor, pas ka këtë shumë nga brenda. Këto janë pastaj qese, duhet të ketë besoj në market qese të tjera që mund t'i përdorësh. Mund të më duhet një këshër tani, po ku më nda apëshë. Këto janë ka disa qese brenda siç e thash, disa janë të vogla, disa të mëdha. Kur ta përdor do i them se si do jetë. Këto ishin gjitha gjërat që më dha Meri, tani duhet patjetër që të vendos peshqirat për të larë tek koshi i rrobave. Dhe sot më ka ngelur për të larë tualeti dhe duhet të bëj një vakum shtëpisë dhe një larje pjesës kuzhinës, banjës edhe një pjesë vogël që kemi këtu me parket. Kam se çfarë t'ju them më, ne bashkë të shifemi ndoshta më vonë. Hello, mirë se erdhët në ditën tjetër të vlogut. Unë tani po iki për punë, është mëngjesi që mund ta shihni. Dhe kam veshur këtë bluzën e thjeshtë, një palë gjinse dhe këtë nga lart xhaketën bezh, sepse realisht është shumë ftohtë koha direkt. Kështu që po iki në punë tani dhe ne bashkë do shihemi më vonë. Sot na vinë të iPhone-at e ri. Okej, siç po ju thosha, unë duhet të vi në shtëpi pastaj kur të vi mesazhi nga Apple që iPhone-at erdhën, sepse nuk dua që pakoja të humbasi dhe tek lagja jonë, domethënë tek apartamentet tona kanë humbur 2 herë 2 pako të njerëz të komshijes që kemi përballë, tjetër sa asaj
i lartë. Kështu që për siguri, unë kur të vi mesazhe do vi në shtëpi që ti marr dhe pastaj mbas dite do bëj një unboxing, një për duke qenë se janë 2 iPhone-a dhe janë të dy njësoj, do bëj një për në Instagram dhe një për këtu në YouTube. Kështu që nëse nuk më ndiqni në Instagram, atëherë ftoj të më ndiqni. E di që unë dukem pak si e lodhur sot, por realisht jam zgjuar me nerva, nuk e di pse jam zgjuar me nerva dhe tani po përpiqem që të qetësohem, mbase pasi të pi kafe do jem akoma dhe më mirë. Dhe shpresoj që dhe ju jeni duke i kaluar bukur këto ditët e javës dhe shpresoj që mos jesh shumë ftohtë nga juve sepse këtu nga ne u bë direkt temperatura në rang goxha. Kështu që ne bashkë do shihemi më vonë dhe për qafimet e puthja. Tani se përda në shtëpi dhe pas kanë në një njoftim që porosia nuk vjen sot. Thonë që mezi po i prisja sepse duan që të kaloj të dhënat që kam nga të lekët e tjetri, por duan që unë të firmos, po nuk jam në shtëpi atë kohë, kështu që nuk e di se t'ja bëj. Okidoki. Do ta gjej këtë gjë dhe siç e thash sot isha me nerva, nuk ka ecur asnjë gjë mirë sot, nuk është se kam pas ndonjë problem të madh në fakt, por thjesht nuk e di, kam një stres të brendshëm që nuk e di nga më vjen. Dhe tani do ha një sanduiç, të cilin e përgatita në mëngjes, në fakt që ta haja në mëngjes. E kam këtu, do ta ngroh në mikrovalë dhe ta ha shpejt sepse më duhet që të merrem me UPS-in. Siç ta shihni, unë kam bërë tostën edhe kam djegur pak në mëngjes sepse nuk e bër gati, kisha lënë tostier dhe harrova fare. Po dridhem, nuk e di, kam një tension të brendshëm, nuk e di nëse edhe ju e kaloni këtë, por unë nuk e di, më ndodh shpesh, domethënë kur vi në shtëpi që duhet të ha bukë, ndoshta nga që nxitoj për të ardhur në shtëpi, ndoshta nuk e di, nga kafja nuk e kam iden se çfarë dreqi ndodh me mua. Por doja t'ju thosha që tek një revistë që më dha një kolegja ime punës, për ta marrë të tregoj tani. Kjo është një revistë Wall Street Journal Magazine, është një revistë amerikane dhe kolegja ime sa herë që shikon diçka që ka lidhje me Shqipërinë në këto revistat amerikane, kam treguar edhe një herë, nuk e din që se kam treguar në YouTube apo në Instagram, gjithmonë vjen dhe më thotë, shiko se ka dalë Shqipëria këtu. Dhe po, një modele këtu tek revista ka bërë fotot në Shqipëri. Dhe po tregoj pak, po gjej atë foton që ka bërë me policin, sepse duken që janë policia shqiptare dhe lexohet policia. Siç mund ta shihni, është kjo modelja këtu. Edhe ishte shumë gjë e bukur. Ju dua të gjej edhe një foto që ka bërë po edhe me kostumet shqiptare, popullore. Edhe ajo kolegja, siç e tha, sa herë që shikon diçka me Shqipërinë, është Silvia, shiko se pash diçka. Dhe në fakt këtu brenda ishte një si tip kartoni kështu i vogël, edhe është një parfum nga Hermes, nuk është se është parfum, por këtu brenda kishte një si ngjitse që ja hiqe dhe pastaj mund të merrja aromën këtu. Dhe mund t'ju them që ky parfumi Barenia, nuk e di nëse unë e shqiptoj mirë, the mirë apo jo, i Hermesit, por unë kam që dije që po e nuhas dhe ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Kështu që pse jo, ndoshta edhe mund të vete tek Sephora dhe nëse e kanë, ta marr, dhe po është ky parfumi. Është ky këtu. Dhe nuk e di tani kaq për sot. Ka kap stresi, kaq shumë t'ju them njerëz, nuk e di nëse ju kap edhe juve, po unë jam gjithmonë njeriu që stresohet më shumë në të shtëpi. Po me merr motra. Tani çfarë të bëjmë? Ti themi haj në kamerë? Po me zë. Përshëndetje. Silvia është motra më e mirë në botë. Lëse po e mbyllë, sa po e mbyllë, ja? Dhe një gjë tjetër që duhet të bëjmë më vonë pastaj është të bëjmë lantrin, që siç e dini na merr 2-3 orë të mira kohë, por në kohë që të bëjmë lantrin duhet të shkoj te TJ Maxx të shikoj për ndonjë pantallon tuta për Ryanin të gjata, sepse realisht nuk i bëjnë më asnjë palë nga vjet, domethënë shëritur, mashallah, djalit, mos mani më sy. Dhe një gjë tjetër që duhet të bëjmë është të porosisim gjërat për baby shower, dhuratat që ne duhet të bëjmë. Nuk kam treguar, prisni. Kam harruar të tregoj ftesat që më mora për baby shower dhe mund t'ju them që ishin super të bukur. Problemi është sepse unë nuk di tani se çfarë t'ju tregoj nga këto dhe çfarë jo. Dhe tema e baby showerit është me dragonj, me dragua, edhe siç mund ta shihni ka bërë shumë të bukur. Edhe detajet këtu në fund, sepse këtu janë të dhënat adresat, orarjet, gjitha me radhë, emri i personave, dhe nuk dua normalisht t'i tregoj. Dhe pastaj këta bëjnë një si tip loje, të themi, me pamper. Sepse unë në fakt nuk e di se si organizojnë amerikanët baby shower, por kush sjell një pamper, sa të plotëson një fletë të vogël, i hedhin në një kuti dhe në fund zgjedhin një dhe kush fiton pastaj fiton një çmim të vogël që ata vendosin. Gjithashtu është edhe një tjetër që lexon Books for Boy, for Baby, nuk e di sa të thash boy, kur baby vogël do jetë goc. Edhe është që duhet të blejmë një libër, këta në fakt tek Amazoni kanë një baby register që regjistrojnë domethënë gjërat që u duhen për baby shower dhe ti mund të zgjedhësh nga ato çfarë aty ka. Gjithashtu aty kanë të vendosur edhe librat, por dua të shikojmë dhe me sa mbaj mend duket se librat nuk ishin më, por që do gjejmë një libër tjetër dhe normalisht do ta firmosim. Duke uruar që të vijë sa më e shëndetshme në jetë dhe të ketë
vetëm ditë të bukura. Dhe si që thash, është në një restorant italian dhe unë kam gjetur akoma se çfarë do vesh. Mund të bëhem si në Shqipëri që bëhemi pak më ekstra për këto festa, sepse këta realisht nuk i festojnë aq ekstra sa i festojnë ne. Domethënë, mund t'i festojnë, por kanë ato veshjet të tyre, kanë gjëra që i bëjnë pak më ndoshta më thjesht. Ndoshta unë jam gabim, nuk e di. Kur të shkoj do ua tregoj. Dhe këto janë të gjitha gjërat që unë nuk t'i tregoj për tani. Ne bashkë shifemi më vonë pas ditës, sepse unë duhet të mbaroj tostën dhe të iki, sepse kam vetëm 3 minuta kohë që duhet të mbaroj tostën dhe të nisem më në pusë e ora. Kaq ishte, nuk e di, kaloj shumë shpejt. Kështu që shifemi pas dite. Hello, unë tani sa erdha nga puna dhe u trash koka me gjitha të porositë UPS-i që nuk po arrit do të ndryshoj adresën, por që e lash do ta zgjidh nesër. Do vendosëm me telefonit e dera ose do jeto leni në shtëpi për ta pritur. Tani hapa kamerën sepse doja t'ju tregoja këtë librin. Kjo është The Unicorn Factor, edhe është një libër i cili flet për bizneset, për rrjetet sociale, se si mund të bësh marketingun, për kontentet që ne krijojmë në YouTube, në Instagram, jep platforma të ndryshme ku mund të klikoni dhe të gjeni informacion, website-et të cilat ju ndihmojnë për të menaxhuar sa më mirë biznesin tuaj. Ky është një libër në fakt të cilin e ka bërë shoqja e koleges time të punës, që na ka ftuar te baby shower. Është kjo gruaja, Regina, dhe unë nuk e di në fakt, por me pak sa arrita të lexoja të hidhja një sy, më duk shumë interesant, kështu që mund ta gjeni shumë lehtësisht në Amazon, duke se kushtonte tek $16 mos gaboj. Do ualën linkun në description box nëse arrita gjej dhe është në anglisht, kështu që unë kur ta lexoj do t'jap review-t e mia, por kam shumë besim që do jetë shumë ndihmë e madhe për neve që krijojmë content si në YouTube, ashtu edhe në Instagram. Kështu që ne tani po ikim të lajm rrobat sepse vajti ora 6 edhe po shumë vonë. Atëherë tani sapo i vendosëm rrobat për të larë dhe po ikim tek Rossi që kemi këtu afër me Landrin, edhe të marrim të shikojmë nëse të gjejmë tuta për rajenin të gjata dhe të shikojmë edhe për ndonjë gjë tjetër nëse do arrijmë të gjejmë apo jo. Jashtë mund t'ju them që është bërë shumë ftohtë, nuk e di, historia zakonisht shumë koha. Nëse arrit të filmoj tek Rossi, atëherë do t'ju lë skena se çfarë do gjejmë. Ne tani jemi te dhoma e provës edhe do provoj Rajani këto pantallonat që ju tregova që ka zgjedhur dhe të shikojmë se si do t'i rrinë. Kjo dhoma është shumë e vogël tu në fakt. Është veshja e parë dhe mendoj se i shkon shumë. Të bukuros. Të pëlqen? Yes. Sa i bukur. Kështu duken dhe tutat e tjera një balancë dhe mendoj se i shkojnë shumë. Këto janë North Face-et që provoj, por mua më duken pak të ngushta dhe i ka pak të ngushta në fakt dhe poshtë. Kështu që nuk do i marrim. Këto janë dhe tutat e tjera, ne mezi provuan sepse kemi dhe tjerat nga mbrapa, por mendoj se i rri mirë. Realisht më pëlqej ka. Atëherë për ironi të fatit, kamera ime këtu ka xhiruar pa zë, edhe unë këtu ja kam folja zakonisht shumë dhe kam treguar historira e gjëra të cilat tani normalisht nuk i mbaj mend, por kryesorja ishte që të tregoj unboxing që bëra tek blerje që bëra tek Rossi. Siç mund ta shihni, janë dy qese dhe tek qesja e parë kam gjëra të cilat janë për Rajanin, të cilat dua tregova në fakt te dyqani. Janë këto pantallona të set, një gri dhe një palë gri dhe një palë të zeza, që janë nga NBA dhe ishin super të buta dhe nuk janë ai materiali trash të kenë pambuk nga brenda, por janë si sportive dhe ishin $17 nga 50 që e kishin çmimin normal, siç mund ta shihni edhe tek etiketa. Këtu ku janë duke thënë pra që nuk kanë push nga brenda, por janë domethënë tani për periudhën e vjeshtës, edhe nuk të bëjnë shumë vap edhe nuk djersin. Kjo ishte e gjithë ideja pse unë fokusova të merja këto lloj pantallonash dhe pantallonat e trasha. Pastaj këto nuk e di, më ndihmoni nëse dikush ja di emrin, po më duket se quhen cargo. Tani ndoshta më erdhi si emër, por atje thoshte Joker dhe këtu isha duke menduar si quheshin në të vërtetë këto pantallona, sepse unë i them fësh, kështu i themi ne të paktën nga zona e jugut, edhe ishin shumë të bukura. Mua më pëlqeu edhe ngjyra edhe modeli. Edhe Ryanit i rinin super mirë, janë goxha të freskëta në fakt për këtë periudhën tani që nuk është as shumë ftohtë, por as shumë vap që të vishesh me të shkurtra, këto ishin perfekte, se mos me një bluzë të bardhë shkonin jashtëzakonisht shumë. Dhe çmimin e këtyre un jam tani duke e parë, nuk është se u kam gjetur, kjo ishte marka, nuk është se u kam gjetur çmimin se sa ka qenë më përpara, por tek etiketa thoshin nga 24 dhe ne i kemi marrë për $13.
Dhe kjo ishte gjëja tjetër që Ryani e zgjodhi vetë dhe e pëlqeu jashtëzakonisht shumë sapo e pa, sepse Ryani mund të nëse nuk e dini, është i fiksuar me Minecraftin, vjet dhe ditëlindjen ja kemi bërë me Minecraft, por si vjet është tek Roblox. Roblox dhe Minecrafti se çfarë ndryshimi kanë, unë nuk e di, Ryani i di shumë mirë, dhe kjo ishte nga $30, 18 mos gaboj, s'pari tash mirë etiketën, më duket se ishte 18. Këtu tregoj një çokoladë të cilën do t'rregoj kartonin, sepse çokoladën gjaj kishim ngrënë në makinë. Dhe kryesorja që unë doja t'ju tregoja dhe gjëja që në fakt më pëlqeu më shumë ishte ky xhupi. Ky ishte nga DNKY, nëse po e shqiptoj mirë tani, edhe ishte goxha xhup i mirë. Domethënë super material, super ngjyra ishte bezh, edhe pse këtu në kamerë dallohet pak më ndryshe, por live është më mirë. Dhe unë në fakt bleva, domethënë pash dy xhupa, pash këtë, pash edhe një të Calvin Klein, i cili ishte i shkurtër, dhe çmimi i këtij siç më ta shikoni ishte $280 dhe unë e kam marrë për $55, pra super ulje. Dhe siç po ju thosha, i xhupi Calvin Klein ishte më i shkurtër, ngjyra ishte pak më ngrohtë, se kjo është normalisht duket që është e ftohtë. Edhe do ulë një foto diku këtu që ju ta shikoni, por problemi është sepse unë bëra një as në Instagram dhe të gjithë kishin votuar për xhupin tjetër Calvin Klein. Do thashin nëse votoni do të shkoja ta ndroja. Problemi është se unë kur kam hedhur qeset e Rosit në kosh, kam hedhur bashkë me faturën dhe mendoja se kisha të ruajtur, por jo. Kështu që nuk mund ta kthej më tani, do ta mbaj dhe normalisht është goxha e ngrohtë, siç më ta shihni, të mbulon pak pjesën e krave, do të thënë kur të jetë ftohtë normalisht do ja ndjesh më shumë vlerën, sepse tani normalisht është akoma vap, temperaturat janë 25 gradë, edhe është poshtë vitheve, pra nuk është ai xhupi i shkurtër që ti mund ta veshësh edhe mund të kesh edhe ftohtë ndonjëherë, por që me një bluzë dhe me një triko të trashë nga brenda do jetë super ngrohtë për në dimër. Këtu jam duke treguar dhe se si qëndron. Dhe fatura e gjitha ishte kjo dhe kushtonin $105. Nuk e di sepse unë gjithmonë vesh të kolanet në fakt, kur bëj unboxing dhe më duket barku super gjigant dhe këtu jam duke bërë një zemër të fejku me idenë e shtatzanis, por normale që nuk jam, por mund ta dini që barku më shullu shumë sepse po mbaj dietë. Kështu që nëse keni ndjekur videon deri në këtë pikë, unë ju falenderoj shumë dhe mos harroni të bëni një subscribe, like dhe comment nëse keni shijuar videon dhe ne bashkë të shihemi si gjithmonë tek video e radhës. Kujdesuni për vete dhe ju jap sa më shumë puthje dhe përqafime. Mua, paqim.